po I marrim pyetjet të cilat na kanë ardhur sonte. Pyetja tjetër thotë selam aleikum hoxh, Allahu mbaroj dhe shpërbleft. Ne shumë kyçe të ujësielësve në qytete të ndryshme, këshillohet të mos përdoret uji ujësielësit për pije me arsyetimin se është I papastër apo nuk është I pijshëm. A konsiderohet ky ujë I papastër dhe a lejohet me marr abdes me to? Domthonë sa I përket pijes, domthonë kjo mundet me thonë është I papastër, domthonë është I papërshtatshëm për pije për shkak të mikrobeve që mundet me I bërë. Ose për shkak që nuk ja bojnë ato analizat dhe s'kan arrit me pastru me ato elementet që e pastrujnë ata. Por ndryshe përderisa është ujë normal, nuk ka ndytësirë në ta, edhe ndytësira nuk e kanë, ose nëse ka rënë ndytësira në ta, nuk e kanë ndryshu vetic, atëherë ajo është ujë, e përdorim na. Ndërsa për me pi, ose mos me pi, I marrim këshillat e ekspertëve për arsye se pastaj ky ujë kur kalon në organizëm, ndryshe është kur hin brenda në organizëm, edhe I prek organet e brendshme, ndryshe është kur përdoret jashtë.